I tha një dietarët e ka pas emrin e Bahazim. Thanë, pse s'përdojmë vdekjen? A ka mundësi me na spjegu pse s'po na vdisët? Po ku me të dek? Ku me të dek, vllave jam i dashur? Sa dashurit mëdhe ke ndaj misrit që i ke mbjell? Sa dashurit mëdhe ke ndaj prazit që i ke mbjell? Ja Bahazim, pse s'po na vdisët? Tha, ammartum dunjakum, kharrabtum akhiratakum, fa innakum takrahuna an naqla min al ma'murati ila al mukharraba. Tha, e keni ndërtu dunjon, e keni prish ahiratin e ju. Tha, për qatë s'po ju shkohet për shpijes ndërtume të shpija e prisht. Për atë s'po ju shkohet për kësaj shpijes që e keni ndërtu, s'po ju shkohet të ajo shpija që e keni prish. Se me qene kundërta, me pas rënu këta për ta ndërtu qetrën, shumë shpejt njoni prej neve, kishte me ju shku ka shpijare. A i që ndërtoj shpijën e vetë në borë, edhe dvetrën me didhoma, e braktisi, edhe e lata, apo i shkot për shpijës rate e vetra me ime të esha mo? Jo, s'po i shkot. Kështu sa ju ka ndodhë dhe juve, djetari i shquar e Bahazim. Tha, kështu ju ka ndodhë dhe juve. Po mos harrani. Mos harroni se këtë shpijt e bukra keni me ilon në çdo mënyrë. Ashtu, këto keni me ilon. Njoni po i len prej vllazërive të flet në gjumë, është zakoni Allahut. Njoni po shkon po mitët në buçall 1 metre, është zakoni kësaj dunjë me vdek. Qetri mitët në pendagje, njoni në shkel keri, qetri i bjen trenit, njoni në mit rampa, qetri në mit vetima, lijen shpijat. Me rëndësi prej kësaj shpijës ndërtuar duhet me dal. E ku me shku pastaj? Qertë hin jetojnë në shpijën e ndërtuar, ti shkon në të rënuarën. Shi që tash, një plep 50 metre i nalë karonjët e veta e majnë poshtë ashtë ngullën në tokë. Shtëpia jote sa ma fort temelin ti po lavdrosh të ke po drum, edhe ke bo themelet e asaj shumë me armatur të bukur. Po lavdrosh me këta. Ti po lavdrosh për ndërtesat, po lavdrosh për që të gjitha të lidhuna, e kush i zgjidhun? Vetëm ti, je përmi tokë ti. Ti mere vesh nërmit ti dhe tokës ka këpuc, që mës loje me prekën to, ti je tamam total i zgjidhun. Hazër je me i thonë kësaj bote lam të mirë. Hazër je me i thonë kësaj bote lam të mirë, a ja i tradhtuar, ja i drejtuar, ja i ngritur, ja i koritur, njënën prej të dijave. A për me lonë këtë botë je hazër, se paroj. Edhe ata më paroj prej gjithve.